Keku ka vazhduar formën e vetë të mirë edhe pas barazimit në mesjavë me Ballkanin në Prizren. Kjo skuadër në vikend ka arritur edhe fitoren e tretë në 5-0. Kësaj radhe, skuadra nga Kastriotin poshti Ferizajn, që në Kastriot udhtonte me ambicie për rezultat pozitiv pas fitores ndaj kampionit aktual Trepçës në mesjavë. Në fakt, Ferizaj edhe e nisi mjaft mirë takimin dhe që në minutën e tretë kaloi nëpërsi kur shënoi Abdul Haliti. Skuadra mysafire ja doli që këtë avantazh ta ruante gjatë tërë pjesës së parë, si dhe në 20 minutat e parë të pjesës së dytë. Në fakt, para se të pësonte gol, Ferizaj mbeti me një futbollist më pak, kur në minutën e 65, Benhar Sërmagjaj u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë dhe u përjashtua nga loja. Vetëm një minutë më vonë, Gëzim Gashi realizoi golin e barazimit dhe i rriti shpresat e skuadrës vendase për të marrur fitore. Pas barazimit, Keku e mori tërësisht kontrollin e lojës dhe kërkonte me çdo kusht golin e fitores, të cilin e arriti në minutën e 73, kur pas disa tentimeve të futbollistëve vendas, Valon Aliu realizoi me kokë për 2-1. E përsia e një goli dhe një futbollist më shumë në fushë i mundësuan Kekut që ta vazhdonte në mënyrë të qetë takimin dhe her pas here edhe ta kërkonte golin e tretë që do të mbyllte të gjitha dilemat sa i përket fituesit e kësaj ndeshjeje. Këtë gol ekipi i mentor Miftarit e realizoi 4 minuta para përfundimit, kur Berat Grabovci shënoi për rezultatin përfundimtar, Keku 3, Ferizaj 1.